Numri 1. Mjalti attiki. Emri tingëllon grek. Paketimi është praktik. Miliona grek e zgjedhin për të ëmbëlsuar çajin e tyre, por në testet e Unionit të Konsumatorëve mjalti attiki mori vetëm 58 pikë nga 100. Cilësi mesatare. Problemi është ajo që fsheh etiketa. Ktheje kavanozin. Përzierje mjaltesh nga vende të BE-s dhe vende të treta. Kjo do të thotë se mjalti mund të vijë nga kudo në botë. Kina, Vietnami, Turqia. Asnjë vend nuk specifikohet. Asnjë rajon nuk përcaktohet. Në vitin 2024, Greqia importoi 12 milion kg mjalt nga jashtë. Mjalti kinez arrin pak mbi 2 për kg. Mjalti grek kushton 15 për kg. Kur sheh mjalt me 5-6 pyet veten si mund të kushtoj kaq pak. Përgjigjja është e thjeshtë. Nuk është vetëm mjalt. Mjalti attiki kushton rreth 690 kavanozin. Për një produkt që merr 58 pikë dhe fsheh origjinën, paguan për markën jo për cilësinë. Numri 2. Produkte bletarie Kret. Origjina nga vende të ndryshme. Jo greke. Në testet e Unionit të Konsumatorëve mori 49 pikë nga 100, cilësi mesatare deri në të ulët. Kushton 520 kavanozin. Sipas studimit të C1 të vitit 2023, 46% e mostrave të mjaltit nga vendet eksportuese nuk përputheshin me udhëzimet për mjaltin. Gati gjysma, jo e pastër, por e falsifikuar me sheqerna industriale, sirup misri, sirup orizi. Kjo lejon rritjen e vëllimit dhe shitjen me çmime më të ulta. Produktet bletarie Kret nuk specifikojnë vendet e origjinës. Përzierje mjaltesh lulesh nga vende të ndryshme. Paqartësi e qëllimshme. Kompanitë që kanë diçka për të treguar e tregojnë. Ato që kanë diçka për të fshehur përdorin etiketa të paqarta. Në 520 nëse kavanozi përmban sirup të shtuar nuk kursen. Numri 3. Mjalt biologjik Magerico. Ky do të habis shumë. Magerico është markë e njohur e pranishme në shumë supermarkete. Linja biologjike duhet të garantoj pastërti. Megjithatë në testet e konsumatorëve mori vetëm 48 pikë nga 100. Një nga vlerësimet më të ulta midis mjaltrave të testuar. Për një produkt biologjik që shitet me 7,99 është e papranueshme. Biologjiku eliminon pesticidet sintetike por nuk garanton automatikisht cilësi. Menaxhimi i zgjave, zgjedhja e mjaltit, kontrolli i mykut, të gjitha këto kanë rëndësi. Mjalti biologjik Magerico u ndëshkua për freskinë. Nivele të larta të hidroksimetilfurfuralit. Një substancë që formohet kur mjalti plaket ose i nënshtrohet nxehtësisë së tepërt. Problemi me biologjikun është se pa fungicide kimike kontrolli i mykut është më i vështirë. Kërkon zgjedhje të kujdesshme manuale, kosto më të lartë. Nëse kompania nuk investon mjaftueshëm në këtë kontroll, rezultati është mjalt me cilësi të ulët që shitet me çmim premium. Biologjiku Magerico shet një ide. Bujqësi biologjike, produkti shëndetshëm. Por kur testet zbulojnë cilësi të ulët dhe pak freski, ideja përplaset me realitetin. Në 7,99 e pa justifikueshme. Numri 4. Ab Vassilopoulos Fairtrade mjalt nga Meksika. Me origjinë nga Meksika, ky mjalt pozicionohet si produkt i tregtisë së drejtë, vlera etike, mbështetje e komuniteteve lokale. Çmimi pasqyron këtë narrativ. 9,99 kavanozin, një nga më të shtrenjtët midis të testuarve. Në testet e Unionit të Konsumatorëve mori vetëm 41 pikë nga 100. Vendi fundit në renditje. U ndëshkua për prani jashtëzakonisht të lartë të hidroksimetilfurfuralit. Shenje e freskisë së ulët. Mjalti ishte i vjetër ose keq trajtuar gjatë transportit dhe ruajtjes. Në gati 10 është skandal. Vlerat etike nuk kompensojnë një produkt me cilësi të ulët. Tregtia e drejtë është e rëndësishme, por nuk mund të jetë justifikim për të shitur mjalt të keq me çmime premium. Konsumatorët paguajnë më shumë duke pritur për sosmëri. Marrin të kundërtën. Ab Vassilopoulos Fairtrade provon se çmimi i lartë dhe vlerat etike nuk garantojnë cilësi. Ndonjëherë fshehin produkte mesatare pas një narrative tërheqëse. Numri 5. Sklavenitis me lilule 100% grek. Ky do të habis. Sklavenitis ka një linjë mjalt grek. Etiketa e specifikon qartë. Megjithatë në testet e Unionit të Konsumatorëve mori vetëm 53 pikë nga 100. Cilësi mesatare. Për një produkt grek që duhet të jetë superior ndaj importeve është zhgënjyes. Problemi nuk është siguria. Mjalti sklavenitis respekton parametrat ligjor. Problemi është se nuk dallon në asgjë. Shije e sheshtë, strukturë mesatare. Asgjë që të justifikoj blerjen kundrejt alternativave më të mira.
Fakti që është grek nuk mjafton. Sklavenitis prodhon edhe një linjë tjetër mjalt që mori rezultate më të mira në teste, por kjo linjë specifike lule 100% grek nuk arriti. Ndonjëherë kompanit kanë produkte të mira dhe mesatare në të njëjtin katalog. Sklavenitis tregon se edhe një supermarket i madh me qëllime të mira mund të dështojë në disa linja produktesh. Etiketa greke nuk është garanci automatike e cilësisë. Nevojitet kontroll, zgjedhje, kujdes në prodhim. Numri 6. Mjalt Greqi. Kooperativ greke bletarësh. Mjalti Greqi pozicionohet si mjalt autentik grek. Bletarin nga Peloponezi lexon etiketa, duhet të jetë garanci cilësie. Në testet e Unionit të Konsumatorëve mori 51 nga 100, cilësi mesatare. Çmimi megjithatë është krejtësisht ndryshe nga mesatarja. 10.99 kavanozin. Një nga më të shtrenjtët midis mjaltrave grek. Raporti cilësi çmim është i tmerrshëm. Paguan për markën, për narrativën e bletarëve lokal. Jo për cilësinë superiore që çmimi do të sugjeronte. Mjalti Greqi nuk është mjalt i keq. Është mjalt mesatar që shitet me çmim premium. Kooperativa ekziston. Bletarët janë real, por rezultati final nuk e justifikon koston. Kur Unioni i Konsumatorëve teston produkte, i krahason të gjitha në bazë të drejtë. Mjalti Greqi konkuron me mjalt që kushtojnë gjysmën dhe marrin vlerësime më të mira. Ky është problemi. Jo siguria, por vlera që merr për atë që paguan. Numri 7. Attiki mjalt madhësi familjare. Ndryshe nga mjalti i zakonshëm attiki. Ky është mjalti tradicional attiki në madhësi më të madhe. Në testet e Unionit të Konsumatorëve mori 55 nga 100, cilësi mesatare. Çmimi është 8.99 kavanozin. Madhësia familjare do të thotë kavanoz më i madh, por kostoja për KG mbetet e lartë. Problemi me mjaltin attiki është konsistenca. Kanë linja të ndryshme mjalt. Disa marrin rezultate mesatare, të tjera edhe më keq. Për një kompani që paraqitet si prodhues cilësie, kjo munges konsistence është shqetësuese. Mjalti attiki madhësi familjare u ndëshkua në testet e shijes. Konsumatorët nuk e vlerësuan shijen. Për mjaltin shija është themelore. Nëse aroma zhgënjen, të gjitha vetit e tjera peshojnë pak. Në 8.99 ka alternativa shumë më të mira. Mjalti attiki tregon se një markë e njohur nuk garanton cilësi të qëndrueshme. Çdo produkt vlerësohet veçmas, jo bazuar në reputacionin e kompanisë. Tani që pam 7 markat që duhet të shmangni, le të flasim për 2 ato në të cilat mund të keni vërtet besim. Numri 1. Mjalt ymitohu nga bletari biologjik. Nëse duhet të zgjidhni një mjalt nga supermarketi, zgjidhni këtë. Në testet e Unionit të Konsumatorëve mori 84 nga 100. Vlerësimi më i lartë midis të gjithë mjaltrave të testuar. Cilësi optimale. Mjalti ymitohu prodhohet në zonën malore Ymiktos pranë Afinës. Toka e ruajtur, ajri i pastër, lulet malore, të gjitha kontribuojnë në cilësi. Mjalti ymitohu përdor vetëm mjalt grek. Asnjë përzierje me importe. Transparencë plot. Shija është e shkëlqyer. Ëmbëlsi natyrale, kompleksitet aromatik, pastrimi pastër. Struktura është kremoze, e lehtë për tu përhapur. Freskia është e garantuar. Nivelet të ulta të hidroksimetilfurfuralit, enzima aktive të ruajtura. Ky është mjalt siç duhet të jetë. Çmimi pasqyron cilësinë, pak mbi 11 për 500 g. Nuk është i lirë, por kur blini mjalt ymitohu blini për sosmëri të certifikuar. Çdo euro që shpenzoni ia vlen cilësisë që merrni. Mjalti ymitohu provon se mjalt cilësor grek ekziston, kushton më shumë, por ndryshimi ndihet. Numri 2. Lidl mjalt biologjik thymari. Zgjedhje primie me mjaltrave grek. Në testet e Unionit të Konsumatorëve mori 79 nga 100, cilësi optimale, vendi i dytë. Por vlera reale e Lidl biologjik është raporti cilësi-çmim. Kushton rreth 6.99 kavanozin, gati gjysma e mjaltit ymitohu me cilësi vetëm pak më të ulët. Lidl biologjik u vlerësua pozitivisht për ruajtje dhe strukturë. Sasia e duhur e ujit garanton që mjalti zgjat shumë pa u përkeqësuar. Tekstura është perfekte. As shumë e lëngshme, as shumë e trash. Shija është e balancuar, jo komplekse si mjalti ymitohu, por e pastër dhe e këndshme. Lidl zgjedh mjalt grek cilësor dhe i përzien me kujdes. Rezultati është një produkt i qëndrueshëm dhe i besueshëm. Në 6.99 është blerja më e mirë për ata që duan cilësi pa shpenzuar shumë. Lidl biologjik provon se supermarketet mund të prodhojnë mjalt të shkëlqyer kur investojnë në zgjedhje dhe kontroll.
Nuk duhet gjithmonë të blini marka premium. Ndonjëherë etiketa private ofron vlerë superiore. Tani le të shohim si të mbroheni. Rregulli 1. Lexoni etiketën me kujdes. Kërkoni origjinë specifike. Nëse thot përzierje mjaltesh nga BE dhe vende të treta, lëreni. Kjo frazë fsheh çdo vend në botë. Nëse thot 100% grek ose origjina Greqi, është i besueshëm. Edhe më mirë nëse specifikon rajonin. Ymiktos, Kret, Pelopones. Sa më e detajuar origjina, aq më shumë ka për të treguar kompania. Rregulli 2. Kontrolloni çmimin. Mjalti i vërtet ka kosto minimale. Mjalti grek autentik kushton të paktën 12 për kg. Më pak se kaq, vështirë të jetë i pastër. Kur shihni kavanoza me 56 për 500 g, matematika nuk bën sens. Diçka tjetër përveç mjaltit mbush atë kavanoz. Çdo gjë në 6 tregon pothuajse me siguri falsifikim ose cilësi të ulët. Rregulli 3. Shikoni transparencën. Mjalti i vërtet nuk është plotësisht transparent. Ka turbullirë të lehtë nga poleni natyral dhe grimca të vogla dylli. Ngjyra varion nga ari i lehtë në thellë qelibar. Mjalti i falsifikuar ose i ultrafiltruar është kristalor, me ngjyrë uniforme. Rregulli 4. Testi i kristalizimit. Vendoseni kavanozin në frigorifer për disa ditë. Mjalti i vërtet kristalizohet natyrshëm. Formon kristale të holla, uniforme. Kjo tregon autenticitet. Mjalti i falsifikuar me sirup shpesh nuk kristalizohet ose ndahet në shtresa. Rregulli 5. Mos u besoni etiketave si paketuar në Greqi. Kjo do të thot vetëm se paketimi u bë këtu. Mjalti mund të vijë nga kudo. Prodhohen në Greqi ose 100% grek do të thot blet greke dhe prodhim grek. Kjo është e besueshme. Rregulli 6. Merrni parasysh testet e pavarura. Unioni i konsumatorëve, testet e tregut. Unionet e konsumatorëve kryejnë analiza laboratorike. Duke ndjekur rezultatet e tyre mbron nga marketingu mashtrues. Rregulli 7. Blini nga prodhues lokal kur është e mundur. Tregje popullore, agroturizëm, bletar të drejtë për drejtë. Kur blini direkt merrni siguri absolute për autenticitetin. Mund të shihni zgjohet, të flisni me bletarin, të bëni pyetje. Autoritetet greke sekuestrojnë ton mjalt të falsifikuar çdo vit. Në 2024, mbi 15.000 kg vetëm në një biznes nga Rumania, Hungaria, Turqia, Kina, Vietnami. Analizat zbuluan pa rregull si në etiket dhe prani të tepërt të niseshtës, treguesi falsifikimit. Produkti ishte për supermarkete. Pa sekuestrim do të kishte përfunduar në shtëpi tona. Problemi është global. Autoritetet rregullatore luftojnë të mbajnë ritmin. Teknikat e falsifikimit bëhen gjithnjë më të sofistikuara. Zgjidhja nuk është vetëm kontrollet nga lart, është ndërgjegjësimi nga poshtë. Kur dini çfarë të kërkoni, mbroni veten. Lexoni etiketat, kontrolloni çmimet, zgjidhni me kriter. Çdo blerje është një votë. Nëse konsumatorët kërkojnë cilësi dhe paguajnë çmimin e duhur, prodhimi i ndershëm mbijeton. Nëse konsumatorët kërkojnë vetëm çmimin më të ulët, mjalti i falsifikuar fiton. Mjalti i vërtet ka vlerë. Përmban enzima, antioksidant, komponime antibakteriale, veti që mjalti i falsifikuar i shkatëron. Ngrënia e mjaltit autentik mbështet shëndetin. Cila nga këto ju habiti më shumë? Kontrolloni mjaltin tuaj pasi ta keni parë këtë video. Shkruajeni në komente dhe nëse doni të zbuloni të tjera të vërteta për produktet që blini, abonohuni në kanal. Ne hedhim dritë mbi atë që supermarketet preferojnë ta mbajnë të fshehur.